të krizave, do të thonë që po tregojnë që kanë një farlloj po bojnë këtë pjesën tjetër, po tregojnë që në fakt edhe është çashtu se na do të më kthy një stabilitetin këtë vend, duhet me normalizu raportet me ndërkombëtarët që ishin sot u përmenden edhe te tubimi i LDK-s, edhe te IPDK-s, po edhe te JAK-s, do të thonë ishin parafërsisht ngjajshme fjalimet e tyne, për shkak se është më vërtet që Kosova është në stabiliteti, do të thonë është në një situatë kogja jo stabile, me kriza të vazhdueshme, qofshin ato ekonomike, politike, po edhe me kriza në raport me bashkësinë ndërkombëtare, do të thonë raportet kur ma keq si kemi pas këtu 6 vitet e fundit. Prandaj i këtë fokusi i partive opozitare ma shumë i koncentrum këtë pjesë. Derisa Albin Kurti vazhdon me atë retorikën populiste. Sot premtoj ke gjujke miliarda si mi pas në dorë, shkep ke miliarda. Premtoj 1 miliard euro për industri. Po, disa salet do me thonë 1 miliard euro për zhvillimin e industrisë.